Përshëndetje dhe mirë se vini në puntatën e radhës emisionit Pështjellim këtu në Newsmax Albania. Ditët e fundit, kohët e fundit, javët e fundit, muajt e fundit, natyrisht kemi një ndërthurje të disa elementeve të cilët në pamje të parë duken si sektor të ndarë, por që në fund ditës kanë të bëjnë pikërisht me vendimarrjen politike. Këto sektor janë ekonomia, financa, turizmi, bujësia, kriteret e integrimit në Bashkimin Evropian, duke qenë se së fundi kemi përmbyllur dhe 3 kapituj. Por të gjitha lidhen në fakt me politikë bërin, ashtu si ku ndërlidhet dhe protesta, e cila tashmë ka po përmbyll muajin e dytë të saj. Dhe për këto dhe gjëra të tjera të ndërlidhura, kam kënaqësinë të kem në studio sot të ftuar zotin Olti Urbullaku, pedagog prej vitesh në fushën e taksimit dhe ekonomisë, por natyrisht edhe një zë aktiv në politikë dhe në media shqiptare. Mirë se vini zoti Urbullaku. Faleminderit për ftesën. Duke qenë se unë do ta filloj duke qenë se ju keni një këmbë në ekonomi, dhe si ekspert i taksimit, një këmbë në akademi që keni pas më parë, domethënë pedagog prej tashmë dekadash, por natyrisht edhe me një kontribut politik. Do ta filloj me atë që është një ndërlajme të ditës të kohëve të fundit, që është përmbyllja 3 kapitujve, nga cilët 2 janë për arsimin dhe shkencën. Ju e shihni këtë si një lajm pozitiv, reformë të realizuara nga qeveria shqiptare apo çfarë? Po, ky është patjetër është një lajm pozitiv sepse përbën nisjen e procesit të mbylljes së përkohshme që quhet të negociatave. Edhe Serbia, që është një shtet i cili përpara një dekade avancoi diçka në të proces, pavarësisht se pastaj u bllokua, ka mbyllur përkohësisht 2 nga këto kapitujt, pra kapitujt për arsimin dhe kërkimin shkencor. Ndërsa ne mbyllim dhe kapitullin e tjetër të politikës jashtme. Mos gaboj, meqense se ne kemi politikë jashtme sigurisë. Po, politikë jashtme sigurisë, që e kemi goxha të konformuar me Bashkimin Evropian. Kështu që në përgjithësi në gjithë panoramën, këta konsiderohen paktën për Shqipërinë 3 kapitujt më të lehtë për të, sidomos 2 kapitujt e arsimit dhe kërkimit shkencor që unë e njoh, nuk kërkojnë një le të themi detyrime, nuk kanë detyrime strikte në direktiva në krahasim me kapitujt e tjerë, janë më shumë një paralelizëm i sisteme, akseset që ke në programet Erasmus, Horizon, e këto gjëra që ne patjetër i kemi, kanë disa përshtatje relativisht të lehta në legjislacion që përgjithsisht Shqipëria ka bërë që herët tonë, kurse neve kemi pas probleme në këtë pjesë. Kështu që është një lloj motivimi që procesi të nisë të vazhdojë edhe me kapitull që janë më impenjativ. Patjetër ka kapitull një lloj vështirësie mesatare, siç ka edhe kapitull me vështirësi të konsiderueshme, të cilat po flitet tani për vitin 2027, unë e shoh vërtet vështirë sepse ka një, sidomos në pjesën e tregut brendshëm, kapitujt 7-8 kapitujt që janë në fushën e ekonomisë, ne nuk kemi përgatitur as sistemin, as bizneset, as për implikimet. Po përveç për shembull pyetje direkte, përveç kapitullit 24 dhe 25 që hapen të parë dhe përmbyllen të fundit, e që lidhen natyrisht me gjyqësorin, me drejtësinë, po, e me tjera. Ne kemi sfidë për shembull kapitullin për prokurimet, po në ana tjetër ato të kryeministit që kapitulli 8, që prokurimet janë tashmë model për Bashkimin Evropian, ritmet me të cilat kemi ecur për digitalizimin, për kapitulli 27, është kapitulli mjedisi. Ka shumë kapituj që flasim, nuk bëhet fjalë vetëm për flasim për prokurimin duke qenë se lidhen dhe me fushën tuaj. Ju keni pa progres real në për shkak të digitalizimit, për shkak të përqendrimit, domethënë duar për shkak të heqjes së ministrit, kompetencat e tjera apo është një situatë e çuditshme në fakt. Mund ndërtosh një sektor, një sistem, një bazë ligjore relativisht të parafruar, le të themi, jo plotësisht parafruar. Ama prap presioni pastaj si në rastin prokurime kalon tek aktorët, kalon te marrëveshjet me të gjithë aktorët, pra tek detajet e vogla që prishin gjithë sistemin e prokurimit, pra përshtatja e kritereve me jo kriteret përgjithshme që synojnë vërtet përmbajtjen e atij produkti ose atij shërbimi, por kritere specifike që sado të ndërtosh sisteme. Këto janë element që gjithë pjesa pastaj apelime, gjithë pjesa duhet të funksionojë në mënyrë
rigoroze që aktorët janë. Njëna problemi është që një pjesë e mirë e tendrave janë me, nuk e di përqindjen, ndoshta ju mund të japni një shifër, janë me 95% të fondit limit, pra me flamur të kuq. Rasti më i freskët është rasti dy tendra, 2 loteve të bypassit Elbasan që tani kanë dalë me një kursim të konsiderueshëm, ato mund të jenë 70% e fondit, mos e bëj 70-75%. Pra aty vërtet kanë qenë pjesa më e madhe e kompanive të sektorit rrugë. Pra janë shumë kompani, mund të jenë 10-15 kompani të sektorit rrugë, janë futur gjithë në tender, kanë fituar me konkurrencë në çmime edhe në tregus tjerë. Ndërkohë që të njëjtat kompani përpara një viti pak a shumë me sa duket binin marrëveshje që të shkonin dhe të linin njëra tjetrës duke mos konkuruar në mënyrë të drejtë në të gjitha tendrat. Po zoti Rumullaj, se ju e keni ngritur me shqetësim, disa herë ju kanë ndjekur çështjen e rrugëve. Po. Pra rrugët të lëna rrugëve, pra është çështja e bypassit Elbasanit që ju e përmendët, ndërkohë që ju jepet prioritet segmenteve të tjera dhe jo këtij segmenti kyç, arterie kyç, rruga Durrës-Tiranë, aty është autostrada, e cila duket se po përfundon me ritmin aktual në 2040-ën, apo rruga paralele Ndroqi duke bllokuar gjithë arteriet kryesore për nga dilet prej Tiranës. Unë kam pas edhe fat që para një viti ose çik më shumë, kam pas kontakte me projekte në këtë fushë, projekte europiane, edhe patjetër që mora shumë më tepër informacion edhe se sa mund të ndaj, edhe me publikun mund të kem ndarë 30-40% asaj që kam marrë vesh. Situata patjetër nga ekspertët e huaj tregoi si dramatike, ndoshta mund të jem nga ato të parët që mund ta kem dëgjuar këtë nivel, jam munduar ta transmetoj këtë në publik. Koha më dha drejt sepse pavarësisht se në fillim mund të isha pak si disa thonë pse po së bëm, pse shumë mirë janë rrugët e tjera. Por me kalimin e kohës erdhi një situatë që edhe qelloi edhe me Spakun e tjerë, qelluan shumë incidente, shumë rrugë të cilat patën problematika, por situata prap është flas situata në këto 7 vite të fundit ajo që unë kuptoj është mund ta quaj edhe e tmerrshme sepse ka raporti fundit, më fal ju në pres, raporti fundit nga Komisioni Evropian tregon që konvergjenca te infrastruktura është mbi 100 vite. Pra ishim ndërsa te digitalizimi ishte vetëm 8 vite. Vetëm për ta krahasuar, domethënë. Po flas me ekspertë që kanë vite që kanë punuar në Shqipëri, flas ekspertë huaj që kanë qenë në sektor, pavarësisht ato janë të mbyllur në disa projekte që rastësisht unë isha pjesë e një projekti tyre, po ato kanë një eksperiencë mbi 10 vjeçare në të fushë dhe e shohin me shqetësim që Shqipëria po i përdor rrugët si një nga pra destinacionet e dhënies mundësie për të fituar para nga oligarkia. Rrugët nuk janë mundësi për oligarkët, siç po bëhet Shqipëri, jo vetëm për tendra, po flasim për tollet, për tarifat. Dhe sistemi rrugor është bllokuar i gjithë sipas me një lloj planifikimi të tillë, ndoshta edhe 20 vjeçar, që rrugë kryesore të mos ndërtohen, të torturohen njerëzit, makinat, turistët, gjithçfarë, dhe në një moment që tortura arrin maksimum, ti thua e dhash koncesion. Dhe jep koncesion dhe qytetarët janë aq të torturuar sa e pranojnë të paguajnë ato 2.5 euro për një rrugë të re dhe po kjo që thoni është shumë e rrezikshme në disa faktorë. Jo vetëm që shton shumë barën e familjeve shqiptare, dhe duhet të thënë që shqiptarët marrin vetëm 1/4 të ardhurave të qytetarëve europian, ndërkohë që kanë 108% të shpenzimeve të ushqimeve, ndërkohë që kanë shpenzime shumë të mëdha, por edhe turizmin, e cila është flagship apo është jo vetëm ajo, po do të kemi parasysh që këtu turist me rrugë pa rrugë nuk kemi taksat më të larta në rajon për rrugët, për karburantet, taksat më të larta në rajon, jo vetëm kjo, po taksat përdoren për shpenzime të tjera. Jo vetëm kjo, po ne paguajmë taksat e rrugëve të Maqedonisë, ne paguajmë taksat e rrugëve të Kosovës, ne paguajmë taksat e rrugëve të Malit të Zisë, sepse shqiptarët blejnë karburant atje. Dhe duke blerë karburant atje, ne mund të themi ndoshta që karburanti që blejnë shqiptarët në Maqedoni mund të jetë 5% e karburantit gjithë Maqedonisë, po flasim për zonën e Korçës, po Gadezit. Po pse shqiptarët paguajnë më shumë për karburant se sa Maqedonia që nuk ka det apo Shkodra që blejnë në Kuksin në Kosovë dhe Shkodra un kam qenë në Kosovë dhe atje në pikat e kalimit afër kufirit janë
me bidona. Pse do ta blesh shqiptari i Shqipërisë që ka akses të ndet, naftën nga Maqedoni Veriut apo Kosova që nuk kanë akses të ndet. Se kjo është sepse edhe kjo është zgjedhur si një mënyrë për t'i dhënë para oligarkisë. Dhe është fakt e vështirë tani dhe është diçka që nuk mund ta them me shifra apo me vlerësime, po edhe një pjesë e mirë e naftës që shitet në Shqipëri shitet pa paguar tatimet. Edhe është një fitim i pastër i atyre. Kjo do ta ulte çmimin e naftës, jo ta rriste. Pse po qytetarët më shumë. Ai është çmim standard dhe në këtë rast i bie që nëse çmimi është 190 lekë, si me taksa, si pa taksa, ai do shitet në 190 lekë. Ama kur ti e shet 190 lekë dhe jep shtetit 100 lekë për 1 litër, kur nuk e ke në sistem. Ka është bara tatimore ju thoni, ka akcizat e cila e rëndon. 110 lekë. Jo, nuk është ajo, po them. Një shifër në raport me rajonin, pse kemi naftë më të shtrenjtë. Kjo është taksat, vetëm taksat. Pra ti vendos që ta bësh lëmsh gjithë sistemin e karburantit në Shqipëri. Sepse edhe më pak shitet këtu, po edhe ajo që shitet nuk është e taksuar në mënyrë të plotë, sepse ka një pjesë që shitet në mënyrë edhe informale, pa kaluar për cilësia e naftës, pastaj gjithë elementet tjerë që te ne prap nuk funksionojnë. Nëse te ne vetëm 10% e naftës mund shitet pa taksa, ajo është një shifër që ndoshta shkon 50 deri në 100 milion euro fitim për kompanitë që shesin. Pra naftë e papërpunuar mirë, e përzier ose me tjerë. Zoti Rrugëllaku kemi paradoks tjetër. Pra me bordin e transparencës, qeveria pakën deklaroi publikisht që u mundua të mbante në kontroll çmimet një lloj si në kohën e pandemisë. Tani me ikjen e bordit të transparencës, pas mbledhjen e tij, kemi parë një situatë të ditëve të fundit që nafta po arrin me shpejtësi te 200 lekë për litër. Pra duke reflektuar situatën gjeopolitike në Hormuz. Tani më mirë me bord apo pa bord? Me kontroll çmimesh apo pa kontroll çmimesh? Në rast të tilla nuk ka, domethënë politika e vetme tatimore është që ti duhet të mbash taksat njësoj me fqinjet. Prandaj dhe Bashkimi Evropian ka gjithë këto direktiva harmonizimi dhe në fushën tatimore. Nuk është se vendosin në mënyrë konstante çmime, ama edhe për akcizat e karburantit, për akcizat e cigareve, sidomos për cigaret për shembull kanë element të harmonizimit në mënyrë që të mos ketë dallime shumë ndaja për shembull mes Norvegjisë ose Suedisë apo Danimarkës dhe Gjermanisë të tjerë mbahen për të mos krijuar këtë. Por ne nuk na detyron njëri për ta bërë këtë, po kjo duhet bërë për eliminuar gjithë këtë lloj torture këtu të qytetarëve të zonave kufitare që duhet shkojnë në Maqedoni apo në Kosovë apo Malzi për të marrë naftën që këtu edhe shitet më shtrenjtë, po edhe ajo që shitet më shtrenjtë ti nuk ke garanci që 100% është në taksat e shtetit. Kjo është rezultante e lobingut të karburanteve, është rezultante e ligjeve me porosi, pra që Po, besoj se është kjo, sepse nuk është të rritës çmimin për një subjekt që shet, nuk është e favorshëm. Ama për një subjekt që shet edhe naftë pa deklaruar, është shumë e favorshëm. Nuk e di a kuptohet dallimi. Absolutisht. Pra, kompanitë që janë tregun e naftës e dinë që po ta shesin naftën me 200 lekë, e dinë që një pjesë do ikin në Maqedoni, në Kosovë, në Malzi. Ama nëse ai ka garancinë që 10 apo 20% e shet pa taksa, ai del më shumë fitim. Le të ikin këto 10 apo 20%. Kjo nuk ka kosto elektorale për këta banorët e Kukësit, të Shkodrës, të rajoneve kufitare të cilët shkojnë në çështje që mbetet në tapet kur thonë, ose në qëllim, nuk para diskutohet. Pra është një çështje që shformon sektorin, është formon i jep le të themi edhe për qeverinë, se qeveria duhet të kalkulojë dhe koston elektorale. Pra kënaqet pak oligark, por është gënjen shumë persona të cilët janë relativisht periferike që nuk apo janë pasionin djathave. Jo, nuk kanë rëndësi pasionin, sa do të flasësh për politika, nuk kanë atë elasticitetin e duhur që këto të transmetohen. Po gjithsesi më e rëndësishme për mua, për te Karvan, më e rëndësishme për mua është që mungon plani i vërtet që i duhet Shqipërisë për të ndërtuar akset rrugor. Dhe aksi rrugor tani që po ndërtohet për Librasht, po ndërtohet vetëm për shkak të NATO-s. Sepse ne nuk kishim mundësi tjetër për të gjeneruar një fond rreth 600 milion
euro shpenzime, nuk duan të blejnë armë e tjera sepse nuk ka fitim të armët. Nëse do blesh, flasi fitime informale gjithmonë. Nëse do blesh 6 milion dollar pajisje ushtarake në Shtetet Bashkuara të Amerikës apo në Francë, ti nuk ke asnjë lloj fitimi informal nga korrupsioni. Të janë çmime publike, të janë kontrata shumë që ne kemi bërë kompaninë së fundit, kompaninë Kajo, e cila ajo është bërë për prodhim, le të them. Prodhim, po për blerje, nëse ti blen helikopter, janë çmime dalin në gjitha media, nëse ti blen anije, dalin në gjitha media, pra nuk janë aty marzhi i korrupsionit është zero. Dhe çfarë bëhet autostradë? Është vetëm autostradë që doli nga plani, po flas gjithmonë plani 20 vjeçar i transferimit të rrugëve tek oligarkia, doli për shkak se ku do të shpenzojmë ne 600 milion, po e quajmë të rrugën nga Rogozhina deri në Qafthan si rrugë të NATO-s. NATO ja do na e njoh si rrugë dhe aty kanë çuar gjitha këto kompanitë që kishin fituar tendera dhe ishin mësuar të punonin me probleme. Dhe janë të njëjtat kompani që kanë marrë domos tenderat më problematik, kompanitë që kanë më shumë probleme kanë marrë tenderat më të vështirë aty dhe vazhdojnë do ketë gjithmonë probleme. Pavarësisht se teorikisht klasa e njerë quhet si rrugë në atë rritin e natës. Në fakt edhe Meloni në Itali ka bërë pak a shumë një gjë kur urën mbi qelin Sicilini, pjesën tjetër të Italisë, e cila ka qenë projekt i vjetër që na kuaj Mussolinit, është duke futur ky 1.5% që ndërlidhjes infrastrukturore që ka pjesë të objektivit për 5% për shpenzime buxhetore të natës. Patjetër, këto janë artifica të buxhetit, le të themi patjetër. Është e rëndësishme që bëhet, po për fat të mirë tani këto dy pjesë, këto dy lotet e fund që kanë dalë tani që po përfundojnë tani procedurat, janë dy lotet që në fakt kanë marrë konkurrencën e vërtet, jo ato caktimet me telefona dhe me nëpërmjet gjithë një sistemi prokurimesh që ti mund ta ndërtosh relativisht në përputhje me akin, po zbatimi nuk është në përputhje. Kemi një element tjerë shumë shqetësues mendoj të ekonomisë. Unë përmenda pak më parë çmimet për shkak të ushqimeve apo buxhetin që zë pesha ushqimeve në familjet shqiptare, që është një peshë jashtëzakonisht e madhe, pra ne paguajmë më shumë se mesatare Bashkimit Evropian, por kemi dhe shpenzime të tjera, shpenzimet për komunikimin ishin ndër më të larta të Bashkimit Evropian, shpenzimet shëndetësore janë shumë të larta. Sot po lexoja një lajm që ishte 37% e shqiptarëve ishin shumë të rrezikuar, ishin prag varfërie pikërisht për shkak të shpenzimeve të paplanifikuara shëndetësore, të cilat natyrisht përkeqësohen për shkak të cilësisë së ajrit, ujit, getoizimit që po bëhet me shpejtësi, urbanizimit pa fre, tjera me radhë. Pra si e shikoni këtë handicap? Ka gjasa që ky ndek të ngushtohet me ritmin e mbylljes kapitujve të futjes Bashkimin Evropian, duhet një ndryshim ligjesh për ta realizuar më mirë, apo ka një mungesë vullneti nga ani qeverisë për të. Tani janë gjitha nga pak. Ne jemi relativisht treg i vogël. Nuk jemi treg aq integruar rajonal, me thënë drejtën. Kemi në pjesën e për shembull ushqimeve të importuara, pavarësisht nga një rënje e vazhdueshme e kursit këmbimit të lekut me euros, kjo nuk është përkthyer patjetër në çmime më të ulta, por është përkthyer në çmime të njëjta ose çmime që rriten. Kuptohet në këtë rast i vetmi grup që përfiton nga kjo lëvizje e kursit këmbimit janë këto grosistët e mëdhenj ose importuesit e mëdhenj, të cilët kanë arritur ta mbajnë situatën e çmimeve nën kontroll dhe nën interesin e tyre. Ka një farë konkurrencë, por nuk është një konkurrencë që jep një lloj karteli apo nuk mund ta thuash tamam, po mungojnë aktorët mungojnë aktorë tjerë europian, shpresoj të jenë në të ardhmen, siç thuhet, mungojnë parqet logjistike, mungojnë ajo infrastruktura e lidhur me portin edhe portin që do jetë apo s'do jetë që facilitoj anën logjistike të importeve si kundër dhe të eksporteve. Kështu që në të rast janë vinë situata të tilla që marzhet rriten, marzhet kur vin nga Italia rriten, kur vin nga vende të tjera edhe më tej rriten, flas nëse do vinë një mall nga Gjermania e tjerë, rriten edhe më shumë dhe nuk ke atë mundësinë për të reflektuar çmime të ngjashme me vendet europiane, po flasim për mallat e konsumit, le të themi, ose mallat të cilët
kanë brende, por që janë të një konsumi të gjerë. Po shfolur për shkakun me që përmendet të pa ardhjen e një rjeti të madh supermarketesh, dhe edhe infrastrukturat e portit Durrësit afër, edhe dhënia me €1 për nga qeveria, domethënë ndoshta kjo mund të favorizonte apo patjetër besoj se mund të favorizojë. Flasim gjithmonë edhe për anën logjistike. Logjistika është shumë e rëndësishme pavarësisht se nuk i jepet rëndësi në Shqipëri. Një port ose një park kemi problemin tjetër që pas kohës do kemi as port. Domethënë po thuaj se kemi mund me të kemi 1/3 në kapacitetit privat. Po ana logjistike është e rëndësishme, një port i rëndësishëm do përbënte logjistikë edhe për Kosovën, edhe për Maqedoninë, gjithë ato diskutimet që bëhen për sistemin e kurudhave e tjerë kanë patjetër të rëndësishme edhe anën logjistike, se porti më i afërt, për shembull, mund të jetë porti i Selanikut që mbulon një pjesë të mirë të atyre zona, po Durrësi e ka edhe më afër pjesën e lidhjes drejt me Italinë, edhe me ato transportet që mund të vinë nëpërmjet Italisë nga pjesa tjetër e Europës. Kështu që duke qenë se kjo logjistik mungon, investimet strategjike për fat, vetmi përdorim në të rast i ligjit investimeve strategjike për një gjë që ka lidhje me logjistikën dhe që ka lidhje vërtet me këto gjëra, është kjo që përmendet ju, shpresojmë shqyrë është përdor. Pra është përdor gjithmonë kryesisht për turizmin. Shumë pak raste pavarësisht se quhen investime strategjike, ai duhet të quhet ligji i investimeve në turizëm se sa investime strategjike. Investimet strategjike janë këto. Pra investimet e vërteta në logjistik, në prodhim. Ju përmendët dhe kurudha dhe ajo gjë e parë që më vjen në mendje është treni elektrik i Kosfatos Nanos, i cili ende nuk është materializuar sot 20 ndoshta 5 vjet nga ajo periudhë. Dhe ende është projekt, domethënë ende ka kaluar. Ende është në ndërtim, po thash, gjithë ky proces, pra fokusi në nuk e di nëse e ke pyetje notarë, po fokusi i qeverisjeve këto vitet e fundit ka qenë, sidomos i këtyre 10-12 viteve të fundit, ka qenë rishpërndarja e pronave. Nuk ka qenë fokusi në pjesën tjetër të sektorëve. E kujtona. Pronave. Në gjithë pronave. Pra qeveritë kanë qenë si t'i shpërndajmë ne pronat, t'ja marrim njerëzve ose shtetit ose qytetarëve dhe t'ja çojmë disa grupe të biznesit. Kjo është bërë këto 20 vjet. Rishpërndarje pronash me ligje të ndryshme. Pra fillimisht ju e dini, fillimisht ishin këto ndërmarrje shtetërore, u bën në Tiranë për shkak ndërmarrje shtetërore shumica janë bërë pallate, pastaj kaloi për te Tiranës, filloi me repartë ushtarake, që disa janë akoma në procese. Pastaj gjithë pjesa tjetër e Bregdetit pastaj. Është gjithë struktura, për mua energjitë kryesore të qeverisës janë te kjo. Pra është gjitha pjesa tjetër është ansor. Investimet strategjike, amendimet e ligjit për zonë mbrojtura, paketa e maleve, gjitha këto janë në këtë funksion. Rishpërndarje pronës. Rishpërndarje pronës me orientim nga qeverisja. Pra unë besoj se duket sikur aty është një hartë e madhe dhe ose marrin helikopterët dhe i shohin, kujt do ja japim të pronë. Megjithatë ka një paradoks, më duket dhe ju e keni ceku diku kohë më parë, që me gjithë të fokus mbi turizmin, me gjithë të propagandë që u rrit numri turistëve nga 1 milion, fokus mbi shpërndarjen e pronës, 12 milion turistë, sepse kjo ka qenë edhe si thua lokomotiva e bashkëndërtimit në ekonominë shqiptare vitet e fundit. Vëm re disa paradokse, pra më duket ju e keni cekur diku që merret një krahasim të rivjerës shqiptare me Kretën. Dhe aty dhe shumë dhe tjera ka një hinterland, prodhim, bujqësor, ka natyrisht ferma bio, ka artizanal, ndërkohë që në Shqipëri nuk ka, çdo gjë është e importuar. Ta favorizojnë importuesit që ju e thanë, ndërkohë që ndëshkojnë eksportuesit, ndëshkojnë konsumatorët, ndëshkohet një radhë. Unë isha 10 në Kretë, në fakt më kujtove. Pavarësisht se kur nisesh për turizëm, ato plazhet kryesore, plazhi i parë që shkova, Falasar na quhet, unë nuk habita për plazhin, se sa u habita për ullishtat edhe për gjithë hektarët e tërë me sera, pra kishte ullishte ose sera. Do të thënë gjithë ajo zona aty pas plazhit, aty mund të ishin
50 hektar. Një zonë tjetër, ishte edhe një port ushtarak. Nuk kujtohet tani, ndoshta kishte më shumë sera. Ajo qyteti aty mund të kishte më shumë sera se gjithë zona Lushi. Me gjithë problemin që ka me thatësirën e tij, prapë ata kanë arritur të krijojnë ulëvishte një zonë afër një reparti ushtarak, po them, një afër ndoshta një porti, aeroporti ushtarak në të jugun e Kretës, se nuk kujtohet emri, po them mund të kishte gjithë Lushnjë Berat aty, nuk arrinte të kishte sera sa ajo zonë aty, ajo qytet e vogël që ishte dhe aeroport ushtarak, dhe turizëm, dhe ulishte në kodra, po gjitha ajo fushë aty ishte qindra hektar. Nuk i ka sa Matica, nuk e di janë ca fshatra aty mes Beratit dhe Lushnjës, Kutalli e tjerë që kanë sera. Ajo zonë e Berat dhe Lushnjës nuk i ka ato sera. Po pse Shqipëria nuk e ka ndërtuar një... Ne kishim Akademinë e Barimëve ca kom parë, po pam që na u përgjysmon në gjetëve. Kemi merakun të rishpërndarja e tokës për pallate, dhe tashmë ka kaluar dhe për panele diellore. Nuk, domethënë, gjithë Shqipëria dhe po shihet paketa e maleve dhe të tjerat, ku të hapim zona bregdetare për pallate dhe ndonjë hotel dhe normalisht edhe për panele diellore. Se nuk është strategji panele diellore për të bërë Shqipërinë fuqi eksportuese energjetike, domethënë bashkë me Erinovush, janë të burimet e Erinovush. Patjetër, është, por jo të kthehet në këtë rast të kthehet në objektivin kryesor, kur ti nuk e sistemuar dhe nuk e mbështetur zonat ku mund bëhet bujësia e vërtet. Ka mundësi për t'i bërë gjitha. Po fokusi, po them, fokusi nuk është e bujësia. Pak bujësia ka rënë, si peshë e PPB-s, ka rënë nga 18.5 në 15.5. Me 93 lek për, domethënë 1 euro 93 lek, bujësia është e dërmuar. Nëse një produkt shqiptar, një fermer shqiptar, po themi, do prodhonte në një fshat të Lushnjës 4.000 euro shalqi para 5 vjetësh, ai do ta shiste 5 milion lekë të vjetra. Ndërsa tani e shet 3 milion 700.000 të vjetra. Pra shikoni dallimin se sa ka humbur vetëm ky prodhim. Pikërisht ky ishte vetëm nga pyetja ime e fundit, duke qenë se jemi në limitet për shkak të euroa. Domethënë euroa ka humbur mbi 50% të vlerës së saj vetëm për gjatë 3-4 viteve të fundit. Dhe qeveria thotë që kjo është fal 11 milion turistëve, fal remitancave në rritje që kanë kaluar $1 miliard, fal reformave ekonomike e tjera me radhë. Dhe kjo ka të çuar në uljen e borxhit në 75% e 55%. Një shifër pak për turizmin, sepse përmendet fluturimet, patjetër fluturimet janë të rëndësishme, mund të jenë shqiptar, mund të jenë tuaj, është e vështirë ta llogarisësh. Shifra e vjeçme në Booking, edhe në booking.com që është platforma më e madhe që përdoret në Shqipëri për turizmin, ishte 2.3 milion net fjetje. Nëse ti do marrësh një mesatare aty tek 4 net ndoshta, e bie që kanë qëndruar 500 ca mijë turistë nëpërmjet Booking përfshihen edhe shqiptar. Si kjo mos përputje kaq e madhe. Përfshihen edhe shqiptar. Ne nuk kemi një turizëm i cili është kaq shumë, ka disa hotele që përdorin turizmin e theme pernontime me agjenci, por patjetër që ka, por nuk është në një numër aq ekstrem. Po krahasohet, po flas ky turizmi, ky 2 milion net është ai të cilin e japin zakonisht hotelet e vogla ose individët. Pra individët që kanë 1, 2, 3 Pra pjesa tjetër janë turist ditor ose janë pra ky është, si më thënë, pjesa e biznesit vogël dhe të mesëm të turizmit. Greqia këtë shifër, ne nuk mund të krahasojmë me Greqin, por Greqia këtë shifër vetëm për Booking kanë 130 milion. Pra ne jemi diku te 1.5% e Greqisë. Në fakt, problemi i madh nuk është ky, problemi i madh është 40 eurosh. Pra 40 euro harxojmë për natë këta. Sepse ne shohim merret ai impulsi që turizmi po bë kanal. Është low cost turizëm. Dhe njerëzit hapin shumë njësi akomodimi, edhe në Tiranë hapin shumë njësi akomodimi që japin gjithë vitin me nga 30 euro, 40 euro, 50 euro dhe bllokojnë dhe njëri tjetrin, nuk i japin me qeras, forcohen etj. Pra gjitha kjo ti po jep një impuls opinionit që turizmi këtu fiton shumë, por në fakt në realitet për familjet që merren me këtë fushë në pjesën e akomodimit, për shembull, e fitim modest. 40 euro nuk të jep fitim.
Dhe Greqia për shembull mund ta ketë 80 ose 90, pra nuk ka rëndësi vetëm numri, po është edhe shuma. Kështu që nëse i gjithë ky sektor turizmi në Shqipëri, flasi mesëm dhe i vogël, nuk arrin gjeneroj 10 milion net, që të paktën atje një 2-3 milion turistë që vinë edhe akomodohen në këtë formë pak më formale. Po fillove me WhatsApp, me gjëra, më merr mua telefon e tjerë, mbetet pak edhe numrat janë të rëndësishëm. Çdo kush duhet ta kaloj pak në janë formal, prezantohet, marrë dhe ato review-t që ne tha me gjitha këto. Kështu që kjo është shumë e rëndësishme. Ai 12 milionësh, nëse nuk transferohet në këto shifra, në vlera për fjetje, në numra real, në gjitha platformat, në Booking, në Airbnb, në platformat që mund të kenë hotelet e tjera, nuk jep shumë i pak. Po ky 2 milionësh, në fakt, mund të jenë qindra mijëra familje që mund të kenë blerë apartamente për shembull rasti Golemit, që vazhdon të ndërtohet shumë për të fituar këtë 40 euro për të penguar njëri tjetër. Dhe nuk janë investime të fryqme. Ti nëse nuk arrin dot të gjenerosh një 3-4 mijë euro në vit për një njësi akomodimi, nuk ke hyrë fare për të kaluar mirë për pyetjen që bëra për euron. Se përmenda elemente pozitive ose që qeveria bën. Po ka element pozitiv, është vetëm grossisë, pra vetëm importuesit. Ky është elementi vetëm pozitiv. Qeveria thotë që është për shkak të rritjes ekonomike që është forcuar euro apo superlekut, të them. Kjo është një situatë shumë e thjeshtë që ne shtulur borxhi etj. Ne tani e morëm informacionin nga disa, kishim dëgjuar, ishte pak informale si diskutim me njëri tjetrin, po tani nuk është më informal, pas edhe veprimeve të fundit të SPAK-ut, patjetër nuk është e lehtë ta thuash me shifra, Banka e Shqipërisë patjetër mund të ketë shifrat më të qarta, po ka minimalisht një 3 miliard euro në vit që vjen, disa herë më shumë, disa herë më pak, disa muaj më shumë, disa muaj më pak, që vjen çdo vit ekstra nga narkotrafiku, që nuk bëhet fare në Shqipëri. Shqipëria nuk është pjesë fare e këtij procesi, por është thjesht destinacioni i parave që nuk vijnë nga asnjë veprimtari ekonomike në Shqipëri. Dhe duke qenë një gjë kaq jo e lidhur me ekonominë shqiptare, patjetër ajo çdo vit i jep një lloj shtytje kursit këmbimit për nuk duhet habitemi që nëse kjo gjë vazhdon edhe 4-5 vjet, mund të shkojë kursi edhe 75. Pra nëse ti merr 1000 euro nga një punë remote ose tjera, ti kjo do ishte faliment i gjithë eksportuesve shqiptar, i gjithë ato që marrin remitancave që do të paditëshin turizmi bëhet më i shtrenjtë. Patjetër bëhet më i shtrenjtë. Për vetëm avantazh thash, janë importuesit. Po gjithë pjesa tjetër. Turizmi është bërë gati i shtrenjtë sa Malizia, po me vendet apo Greqia tani, ton turistët e huaj në. Po. Dhe kjo nuk është natyrale. Pra është një fenomen që nuk vjen nëse ti do kishe bërë një strukturim me 30 resorte, po flas në zonën Darzezës, ka rëndësi, dhe gjitha këto 3 miliard do të ishin para të turistëve që vinin në sezonin e verës, ato do të rishpërndaheshin edhe nuk do kishin asnjë efekt në ekonomi, sepse njerëzit do të merrin pagat, do bliheshin produkte brenda vendit, pra do transmetohej e ardhura në ekonomi. Këto bllokohen në apartamente, bllokohen në vila, dhe rrisin çmimet e vilave, rrisin çmimet e apartamenteve, sidomos këto 3-4 vitet e fundit, dhe normalisht ne jemi për mua, po ta kapësh shumë, edhe për protestën, faktori kryesor shtrenjtimi i kostos është këto të rinj, këto 25 vjeçare që janë tani, e kanë malore blerjen e një apartamenti në Tiranë, mund të jetë i aksesueshëm pas Kuqani apo Babroj, pra në cepat e Tiranës, ndërsa pjesa tjetër pastaj gjithë 3 miliard është një shifër shumë e madhe kur bëhet fjalë për blerje apartamentesh, edhe normalisht bëhet shumë e shtrenjtë, madje këto kanë dhënë tani 300 kredi me interes ule, ose Bashkia e Tiranës i jep kredi, po nuk i merr njeri, sepse ti duhet kalosh çmimin. Pra me atë vlerë që e Bashkia e Tiranës, ti mund blesh vetëm pas Kuqan. Pra nuk blen Bashkia e Tiranës, nuk blen dot. Pra Bashkia e Tiranës jep kredi
jep mbështetje për kredit buta, kur ti nuk e blen dot brenda. Për fund se jemi vërtet në limitet tona, nëse do ishit këshilltar për politikat publike, çfarë do e këshillonin qeverinë shqiptare në këto momente decisive dhe në fazat e përmbledhjes së negociatave, si strategji zhvillimi afatgjatë? Shiko, unë vetëm do them vetëm diçka. Situata për mua si e shoh. Aruba, kjo marrëveshje midis grupeve kryesore të narkotrafikut me oligarkët dhe me qeverisjen e dy partive kryesore. Vërtet u bën 2018 dhe 2019, po bën në një moment që Bashkimi Evropian ishte shumë larg Shqipërisë. Erdhën rrethanat pas lutjes në Ukrainë, erdhën rrethanat tani më që Europa ka nevojë për Ukrainën, ka nevojë të ta mbështesë Ukrainën, po ta ketë edhe pjesë vetën pas eksperiencës gjatë në luftë, dhe ne jemi një eksternalitet pozitiv i këtij procesi. Pra ne se futemi në Europë, në momentin që futet Ukraina, se nuk futemi, nuk ka shumë rëndësi për Europën. Kjo është një mundësi që një herë na vjen. Fati i madh, nuk është fat në fakt për Ukrainën, por fati i madh që ne jemi pjesë e këtij procesi. Aruba ndodhi sepse nuk e kishim. Nuk mund të krahasohet mundësia, shansi që ne të hyjmë Bashkimin Evropian duke mbajtur të njëjtat marrëveshje që janë bërë për një plan 25 vjeç. Nuk është më ai plan 25 vjeçar që ata kanë vendosur në Aruba. Plani tani është Europa. Faleminderit. Pra nga Aruba drejt Brukselit, shpresoj të syti mbajmë drejt Brukselit. Këtu janë perëndimi, apo njëra është perëndimi i egër, tjetri është perëndimi. Drejtimi i dur tjetër drejt Brukselit. Faleminderit Olti Rumbullaku për një bisedë gjithëpërfshirëse ku prekëm çështje që kanë të bëjnë me qytetarin, çështje që kanë të bëjnë me ekonominë, me financat, që kanë të bëjnë me euron, që kanë të bëjnë me turizmin, kanë të bëjnë me ndërtimet, me strategjitë e zhvillimit dhe të ngjashme me këto. Miru takofshim putatën e radhës.